pasi mori një goditje fatale nga vendimi i gjykatës kushtetuese, Edi Rama njoftoi se do vazhdoj në rrugën Gjaçka, do të bëj atë që bëri me Gjaçkën. Por i garantoj qytetarët e Tiranës se duke respektuar plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke dënuar me forcën më të madhe edhe një herë aktin e shëmtuar të papërgjegjshëm të presidentit kukull të Edi Ramës, asgjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit kushtetues. Kjo është përgjigjja ime.